E përfaqësues nga shtabi qendror i krizës në këtë çezmë gjen ngritën dolli për t'u treguar qytetarëve të Gostivarit se uji është i pishëm. Por sa në realitet i besojnë kësaj? Ne sot zhvilluam një anketë në qytetin e Gostivarit dhe qytetarët na thonë se akoma kanë frikë të pinë ujë nga çezmat e qytetit. Nuk e përdor, shumë rrallë përdori, pejtë një kafe, kështu, kafe me ujë, pa gas, ose të gazom, ose të pa gazom, edhe nuk. Za mene lično ne apijem, se ne koje izvesno vrijeme, do koga ne znam. Tore se proveruje pak da vidimo kako će bude, pa posle 10-15 dana zavisi, pa se plašime, vide što se slučaj. Jedan mjesec ostaname bez voda, kako se snajdujeme na ova vrućina, samo vi znajete. Pojedi po selata, polni vamo, i tada je tamo ispravna, Gospod zna. Da. Ali se snajdujeme kako. Se di valla, unë nuk për mu nuk pi. Unë s'kom njëre besim. Ani mund të pija me njëre këto dita jo. A ke frikë? Po. Dëgjo që je majditu në ma so nuk besohet të ky qytet, ta kesh qartë këtë gjë. Po frikën çdo njeri e ka të atë temën e vete e ka, do me thonë. A unë për vete nuk frikëm. Shqip komunës ata kanë pëj, gjonë mentoj detyrë jonën e përqigjit si para nërë ata e kam përtor, edhe ne mundet të përtorim si populli qytetar. Ne pijem. Pijem ushte, se ka zë se ka nesu po qëllë. Dje përfaqësues nga shtabi qendror dhe lokal i krizës dhanë dritë jeshile që uji në Gostivar mund të përdoret për pije, për të garantuar qytetarët ngritën një dolli me ujë nga një çezmë afër komunës së Gostivarit.